تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala i cili na ka mundsuar që me përzgjedh këtë libër edhe me shpjegoj këtu. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që më dhon sinqeritet dhe bereqet deri në përfundimin e kësaj libri dhe me përfitu prej diturisë dobishme të cilën do ta nxjerrim inshallah nga kjo. Librin të cilin e kemi përmendur edhe javën e kaluar quhet Nifaku Maradul Asr, Nifaku Maradul Asr apo Nifaki sëmundja e kohës. Temë për të cilën besoj se të gjithë, nëse i thonë dikujt prej neve kallëzëna një smuj e kohës që është, një smundje të zemrës e cila është bashkëkohore tash, përgjigjen e parë cilin kene me dhonë se cili prej neve besoj që është vallahi nifaki. Hipokrizia, dyftësia, qoftë ajo në vepra, qoftë ajo në fjalë, qoftë ajo në besim apo të ndryshme. Në dersën e kaluar kemi përmend se çfarë është nifaki, kemi thënë se nifaki është ajo për të cilën e jashtëmja jote bjen në kundërshtim me atë të cilën ti e ke brenda teje, apo atë të cilën ti e thua nuk e beson, apo për të cilën ti e shpreh para tjerëve nuk bëron thellësisht prej zemrës tënde. Ndërsa tema për të cilën do të flasim sonte është për ato të cilën ne do të më pasën shumë kujdes, edhe duhet më urujtën shumë prej shtimit të munafikave. Po edhe autori i këtij libër e ka quajtur temën Kuthratul Munafiqin, do të shtimi i munafikave, shtimi i hipokritave, gjyftyrshave të shumë. Do të për shkak se ata janë shumë edhe janë shpërndarë në çdo cep tokës, siç e ka përmend edhe Hasan el-Basriu se nëse nuk ishin me kohë munafikat do në kishmi mutuar edhe me dalë me hecë rrugës, jo për diçka tjetër, po për shkak që kish me pas shumë njerëz pak. Edhe është shumë e natyrshme kur veti del me hecë dikur në rrugën natën ose ditën, ose me ndaj vend që ti nuk e njeh edhe ka njerëz pak, e ki atë frikën vetën tonë shka pasën këtë vend që pas ka shpak njerëz, ose nuk po shon njerëz rrugës. E njëjta është me këtë fjalë të cilën ka thënë jo vetëm Hasan el-Basriu, por shumë prej dietarëve se nëse nuk kishin me kon munafikat në rrugë, kishmi me udhëtuar ndoshta me herë gjatë rrugës për shkak numrit pak të njerëzve që kishmi me i pon këto. Ndërsa Ibn Kaimi thotë se për me fillu edhe me fol për munafikat, edhe me i cilësu munafikat, me fol për cilësitë e tyre është shumë. Por atë edhe Allah subhanahu wa taala ka përmend numër të madh të ajeteve në Kur'an për të cilën ka fol për munafikat, por se nuk është përmbyll e gjithë tema, për shkak të shtimit të shumë tyre. Për shkak të shtimit të shumë tyre, prandaj edhe ajetet e kanë ndonjë në Kur'an. Edhe hadithe që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flasin për munafikat të cilët janë në tokë, për munafikat të cilët janë edhe në tokë, edhe për munafikat të cilët çdo ditë edhe më shumë edhe shtohen. Prandaj tregohet një rast kur Hudhaifa radhiyallahu anhu e dëgjoi dikon prej besimtarëve duke thënë, duke bërë një dua, Allahumma ahlikil munafiqin, o Allah, shkatërroj të gjithë munafikat. Edhe i thotë Hudhaifa, ja akhi, o thotë Allahim, nëse Allah subhanahu wa taala ta pranon ty këtë dua, kishe më udhëtuar me ecë në rrugë, kishe më udhëtuar me ecë në rrugë për shkak të numrit pak që kish me mbet për njerëzve. Është e njëjta këshill që e ka dhënë Hasan el-Basriu me këshillën e Hudhaifës që ai këtij personi. Nëse Allah subhanahu wa taala kishte më pranuar këtë dua, Allahumma ahlikil munafiqin, Allah shkatroi munafikat. Edhe Allah e pranon këtë dua. Edhe i shkatron gjithë munafikat, kishin më mes shumë njerëz pak. Prandaj kujdesi ndaj tyre, edhe ndaj veprave tyre, ndaj fjalëve, e ka bërë që edhe autori me marr atë rrugën për me shkruar një libër të gjatësojna.
edhe përmend fund librit thotë e gjithë ajo të cilën ne kemi shkruar këtë libër, gjatë kujdesit munafikave, rrezikut tyre, mos shoqërimit me ta dhe largimit nga ta, thotë nuk kemi mujt me e përmbyll as me këtë libër, për shkak të rrezikut tyre që është edhe që ekziston në mesin e besimtarëve. Prandaj ka prej njerëzve të cilët ecin me nifak, edhe kanë të vullos zemrën e tyre në nifak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih që vazhdon robi me gënjy derisa të shkruhet tek Allahu subhanahu wa taala gënjeshtar. Që shkruhet robi te Allahu subhanahu wa taala gënjeshtar, shkruhet kur atina vetëm se i vuloset zemra me rrem. Vetëm se i vuloset zemra të rrejt, edhe mo robi vazhdon me fol edhe me rrejt, edhe mo nuk e ndjen. Pse se ju kanë ngurtu zemra tina, edhe ju kanë mbyll zemra atyne. Prandaj edhe vazhdon robi me bën nifak, edhe me mu bo hipokrit edhe mu bo dyftësh, derisa te Allah subhanahu taala shkruhet për atyre që janë munafika, edhe moki nuk e vren ato, edhe se tha Allah subhanahu taala se nifaku është smundje, edhe Allah subhanahu taala ka smundje vetëm se shkon edhe e shton zemrat e atyre të cilët kanë nifak. Prandaj e përmendni në thënie Amr ibn Asi thotë se nifaku vetëm se u kon i panjohur në besimin e robit. Nifaku në fillimin e besimit të robit, kur robi e pranon Islamin, edhe vazhdon me mësu për Islam, nifaki, çështja e hipokrizisë dhe dyftësisë është diçka e panjohur në veten e tina. Por se tash me kalimin e kohës, vetëm se imani është bërë diçka shumë i largët në çështjen e nifakut. Thotë nifaku është bërë shumë i largët diçka me çështjet e imanit. Kur për thotë Amr ibn Asi për thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e siç ndron gjendja jon sot, nëse atëherë e ka thonë këtë fjalë se nifaku është bërë diçka shumë i largët në çështjet e imanit, si është gjendja jon sot në punën me nifakun. Thotë Hasan al-Basri se njerëzit ndahen në 3 grupe. I gjithë njerëzit ndahen në 3 grupe, ose ata janë besimtar, ose janë munafika, ose janë qafira krejt. Këto 3 grupe kemi gjithë të njerëzit, nuk mundesh me gjithë tjerë. Ose kemi pa besimtar të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, edhe Allahu i ka furnizuar këta me të mira dhe i ka bërë këta pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka begatim më të madhe dhe nuk ka rrezik më të madh se sa Allahu subhanahu wa taala me të bëu ty për robërve tina, se sa Allahu subhanahu wa taala me të bëu ty për atyre të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose kemi kom për atyre të cilët e kanë mohu Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu i ka poshtruar këta, edhe ka përmend numër të prej ajeteve të Kuranit që Allahu subhanahu wa taala ka më i dënuar këta në dunjë dhe në ahiret ata të cilët janë armiqtë të Allahu subhanahu wa taala dhe janë armiqtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e përmend grupin e tretë të cilët janë prej munafika, edhe thotë se këta kemi pa në të dy anë. Munafika thotë kemi pa në të dy anë. Kemi pa nga një kemi pa me një çosh me besimtarët, e në çoshin tjetër kemi pa me pa besimtarët. Kemi pa në çdo birë të cilën kemi hiti, në çdo vend të cilën kemi hiti, thotë derisa të vjen koha se kemi hije me një vend, edhe nuk kemi pa tjetër njerëz, nuk kemi pa grup tjetër për njerëzve, vetëm se kemi gjetë ta vetëm se nifak edhe diçka prej nifakut të madh. Do thotë sipas fjalës së Hasan al-Basri thotë se njerëzit kanë më usill në këto 3 grupe, ose kanë më kon besimtarë të cilët e adhurojnë Allahun, ose kanë më kon njerëzit për atyre të cilët e mohojnë Allahun subhanahu wa taala dhe dalin kundra sunnit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose kemi pa të përzim me këto të dyja të cilët të jashtëm ndoshta e kanë prej besimtarëve, do thotë mbrojtjen e tyre e mshin prej kufrit, ose kemi pa të net me qafira të shposh jashtë në tyre me kufër, e që ndodh rrallë herë, edhe që është diçka e pamundur se dikush me net me qafira edhe me teta me shposh kufrin edhe në zemrën e tina pas iman. Nga sa kur ta shosh me kufrin e tina, në zemrën e tina nuk mbetet diçka prej grimcave ose nuk mbetet diçka prej shenjave të imanit, Allahu na ruaj nga kjo. Prandaj thotë se o biri Ademit, feja jote është diçka gjaku jot. Feja jote është vetë mishi jot. Andaj duhesh me rujt ato, duhesh me rujt për ato për të cilën ti po shoqërohesh me ta. Nëse robi vazhdon me net me munafika shumë, ka me ndodhur shumë pak raste që ai mundet me shpëtue gjuha ti ose veprat e tina e mos me përfshi me nifak. Nëse ai rrin edhe shoqërohet me munafika shumë, për të cilën ndoshta nganjëherë edhe qesin vëner për gjoksave tyre duke e shpreh diçka që është edhe keq e ma keq për muslimanët, edhe ti nëse nuk reagon në atë rast vetëm se ti ke përfituar cilësi prej cilësive të cilat kemi trashëguar prej cilësive të munafikët, Allahu na ruaj nga kjo. Dietarët e kanë nda nifakun në disa grupe.
Përse dy grupet kryesore apo dy llojet kryesore të nifakut janë nifaku i madh, nifaku al-akbar edhe nifaku as-saghir, edhe nifaku i vogël. Por sa ajo e cila është më e rrezikshme, edhe për të cilës ne duhet me pasur kujdes më të madh, është me pasur kujdes për nifakut të madh. Nifaku në madh pastaj e ka ndohesh, ajo është nifaku i madh, është ai nifak në të cilin ti e ke në besimin tënd, nifaku i itiqadi, besimi në zemrën tonë, dhe besimi në besimin të nifaku në besimin të cilin ti e ke. Me bëni nifak në atë të cilën ti adhuron Allahun subhanahu wa taala, me bëni nifak në atë të cilën ti e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe duhet të di se ky nifak i cili është për nifakut të madh, edhe është nifak në besimin tënd, është nifak i cili e largon besimtarin prej fejes tina, edhe e çet besimtarin prej fejes tina, edhe nuk mbetet më në zemrën tina islam, nuk mbetet më në zemrën tina besim, nuk mbetet në zemrën tina iman. Do thotë ai i cili ka nifak në besimin e tina, nifak i itiqadi, edhe e shpreh të kundërt në asaj të cilën ai e beson për Allah subhanahu wa taala, në zemrën e tina vetëm se nuk mbetet iman. Edhe kjo është për nifakut më të rrezikshëm, të cilën e kam përmend edhe dietarët. Është ajo të cilën ti del karshi ajeteve të Allah subhanahu wa taala. Është ajo të cilën ti del karshi sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj wa hadha naw mukhrijun min ad-din bi kulliyya. Edhe thotë se ky lloj i nifakut është e cila largon robin prej fejes tina tërësisht. Edhe nuk mbetet më diçka dek prej tina e cila ka hisa në islam. Nuk mbetet më hisa tina e cila ato e përfaqëson prej besimtarëve apo prej muslimanëve. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka thënë për to fasahibuhu fi darkil asfali min an-nar. Allah subhanahu wa taala ka thënë për këtë lloj njerëzve të cilët kanë nifak të madh, ata janë në fund të xhehenemit. Innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar, pa dyshim se munafiqat, ata të cilët e kanë këtë lloj nifakut, nifak të madh, janë në fund të xhehenemit. E kemi përmendur desën e kaluar se shpërblimi në xhennet, edhe gradat në xhennet vetëm se shkojnë lart e më lart. Dërsa dënimet në xhehenemin Allah subhanahu wa taala sa më poshtë aq është edhe dënimi më i rënd. Prandaj për munafiqët Allah subhanahu wa taala ka përmendur se ata janë në fund të xhehenemit, innahum fi darkil asfali min an-nar, ata janë në fund të xhehenemit ku dënimi më i rënd është aty. Allahu na lutë për shkak se këta vetëm se kur rrinë besimtarët e shprehin atë për imanin. Këta kur rrinë besimtarët e shprehin atë se këta janë ndihmues të fesë. Këta janë ndihmues të fesë. Ndoshta ka prej tyre të cilët janë për aty të cilët falin namaz. Japin zakat kur janë me besimtar, kur janë me musliman tunet. Por se kur vetmohen edhe kur rrinë në kokat e tyre, vazhdojnë edhe shprehin vlerën e tyre për zemrës tyre, edhe e shfaqin nifakun e tyre të madh që e kanë zemrat e tyre. Prandaj ky është për nifakun të madh të cilin e ka përmend edhe autori i këtij libri. Thot Ibn Rejepi se ata të cilët shariati i kanë dhënë në dy lloje për nifakut të madh është nifakul akbar wa huwa an yadhharu al-insan al-iman billah, është kur personi para njerëzve e shpreh atë të cilën ai e adhuron Allahun subhanahu wa taala, edhe beson në melekët e Allahut subhanahu wa taala, edhe i pranon librat e Allahut, edhe i pranon të gjithë pejgamberët të cilët kanë ardhur, por se wayubdinu ma yunaqidu dhalik kulluhu aw ba'dahu, por se ai në zemrën e tina, në të mshehtën e tina e urrejn këto edhe e refuzon atë të cilën e ka shpreh me gojën e tina. Nëse ai e ka shpreh para njerëzve se adhuron Allahun subhanahu wa taala, edhe i pranon gjitha librat e tina, edhe pranon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se në zemrën e tina ai vetëm se e refuzon. Kur është vet ai as nuk fal namaz, kur është vet as nuk urdhon për të mirë, kur është vetëm se bën gjëra për gjëra të mëdha, kur është vetëm se bën kufër për kufriate më të ndryshme, kur është vetëm se e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tjetër ka thonë, hadha huwa an-nifaku alladhi kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky lloj i nifakut është nifak të cilin ka ekzistuar edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-Qur'anu bi dhammi ahlihi wa takfirihim. Prandaj ajetet të cilat kanë zbritur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për munafikat kanë zbritur që me i poshtru ata, edhe kanë zbritur mbi tekfirin e tyre. Për shkak se ata kanë pasur nifakul i'tiqadi, kanë pasur nifak i cili i largon prej fejes tyre, nifak i cili i largon prej besimit tyre. Prandaj wa akhbara anna ahluhu fi ad-dark al-asfali min an-nar. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu ka lajmëruar për këta njerëz, për këtë grup njerëz të cilët e kanë këtë lloj nifaku, se ata janë në fund të xhehenemit. Walakin yanbaghi an yadumma ila hadha naw min al-munafiqin naw'an akhar. Prandaj është e ullës që na me përmen edhe llojin tjetër të nifakut apo të munafikëve të cilët është lloji wa huwa al-muslimu alladhi talabbasa bi naw'in min anwa'i nifaq.
i cili është një besimtar, një musliman i cili e adhuron Allahun subhanahu wa taala, por se e kanë vesh imanin e tina, me këtë lloj prej nifakut, me këtë lloj të nifakut, i cili është se ka ardhur diçka sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky nuk është për atyre të cilë e vepron ato, por se edhe fol ndaj sajna. Diçka që e ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunet. Edhe ky besimtar fal namaz, jep zakat, ndoshta është për atyre që edhe marrën xhami, ndoshta është për atyre që i ndihmon më shumë ti musliman, ndoshta është për atyre të cilë shpenzon këtë pasurinë e vet në ndihmës muslimanëve. Por se kur vjen diçka në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky del edhe kundërshton. Qoftë ajo me veprën e tina, qoftë ajo me gojën e tina. Çish është që kjo? Shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar me i fol grave për dorë. Ka për muslimanëve të cilët falin namaz, japin zakat, por se thonë që kjo pak e tepërt. Që kjo bashkë që aty me tafën mos me ju fol, nashta pak shumë. Kjo është prej nifakut. Kjo është prej nifakut se ti me veprën tonë, me gojën tonë je duke kundërshtu në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose çështja e mjekrës, ose çështja e pantollave, ose çështja me nejt burra gra me një vend. Këtë familjarëve çish be mos me nejt, me çato i rrit çish mos me nejt, e ki si llofe çdo herë ndryshme edhe për atyre të cilët falin namaz. Ki si llofe ndryshme edhe kësi se ndrysh për atyre të cilët falin namaz. Edhe këtu të me pasur kujdes besimtarën, sepse që kjo është një fakut të madh. Ose ka ardhur në ditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajetin të cilën ka prua Allah subhanahu wa taala në Kur'an që kur i ka urdhëruar o ti pejgamber, urdhëj gratë tuaja, vajzat e tuaja dhe gratë besimtarëve që me mbulu trupin e tyre, kjo e përfshin gjithë trupin, prej kokës deri te kokë. Edhe ka ardhur hadithe ndryshme edhe për fjalë dietarë ndryshme të cilët kanë komentuar këto hadithe për çështjen e vlerës nikabit. Kinë po të besimtarët që nashta nikabi po, nashta kanë pas gratë e pejgamberit thanë po, kohë ndryshe o kohë atëherë. Islami është i njëjtë, Kurani është i njëjtë. Ai Kurani i cili ka zbritur atëherë, ai Kurani është edhe tash. Ai Islami i cili u jonkon sahabët dhe kon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, natë Islam jemi inshallah na dhe besojmë Allah subhanahu wa taala që jemi duke e ndjek atë rrugë, por se me dal dikush prej muslimanëve. Nëse ti nuk jepi atyre që e vepron, të paktën hesht edhe mos fol. Me dal dikush prej muslimanëve, ndoshta edhe prej atyre të cilët thirrën për njerëz të dijes, edhe me kundërshtuar çështjen e nikabit me çdo sen që mundën, duhet me pas kujdes se edhe kjo është prej llojit të nifakut të madh, e cila e çon besimtarin, e cila e çon këtë musliman i cili fal namaz edhe jep zakat edhe xhiron Ramazan edhe është prej atyre që bën edhe haxh edhe krejt, e çon këtë fal në rrugë, e cila rrugë çet prej fejes, prej Allahu subhanahu wa taala, Allahu na ruaj nga kjo. Prandaj duhet me ditën se ky lloj i nifakut Kjo një fakut u konë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë lloj munafika i ka pasur në safin e parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre u konën edhe Abdullah bin Ubay bin Salulit. Prej tyre u konë Abdullah bin Ubay bin Salulit kokave të munafikëve në atë. E ka pasur për atyre të cilët ka fal namaz dhe ka dhënë zakat dhe u konë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se ka pasur për atyre që Allah pe ajetet që Allah subhanahu i ka zbrit, edhe prej fjalëve dhe hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, ai vetëm se i ka kundërshtuar. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Padyshim se këta njerëz, ky lloj i njerëzve janë ata të cilët prishin më shumë, por se këta vetëm se nuk e ndjejnë ato. Pse se nëse i volosë zemra njerit me një fakt, ai mo nuk e di se çka është u bë. Ai mo nuk e di se sepse i ngurtësohet zemra tina, edhe mo nuk ka dobi lloj këshilli, lloj ajeti apo hadithe ndryshme që i thuti, nuk dikojnë më këtë zemër ngurt për mja zbut zemrën tina personi. Prandaj Allah subhanahu wa taala tha se وإذا قيل لو آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. Kur ju thot atyre besoni në Allah subhanahu wa taala, ata kanë thonë qysh na me besu sigur këta mendjeletita, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padyshim se vet këta janë bashkë ata mendjeletit, por se këta vetëm se nuk e dinë. Njëjtën e ki edhe sot, kur ti i thot dikujt nga njerëzve, qofshin ata edhe musliman, që falin namaz, i thon xhami se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me vepru që vepër e tepër, e keni shkatruar çdo sen. Ini kap mos do sen që as portë tonë se ku. Atë me ne kemi një parë që kanë me thull diçka, kanë me të lënë shumë poshtë, edhe sikur se ti nuk din kur gjë, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padyshim se vetë që ta thonë çështu janë për atyre të cilët janë mendjelet, edhe nuk e pranojnë ajetin e Allah subhanahu wa taala, edhe nuk e pranojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se këta vetëm se nuk janë të ditë vetë atyre se në shka kanë ra. Edhe lloji i dytë është nifaku i vogël.
ونوع الثاني من انواع النفاق هو النفاق الاصغر. Edhe lloji i dytë prej nifakut është nifaku i vogël, wa amma nifaku al-asghar fa huwa nifaku fi al-a'mal wa nahwaha. Ndërsa nifaku i vogël është nifaku të cilën besimtari njeri e bën veprat e tina. ومثل أن يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد. Prej tyre veprave janë sikur se ai me gënim, me fillu me rrej kur të premton diçka, mos ne moj premtimin kur i besohet atij diçka, apo të njëjta që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ku thot ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba wa idha tumina khana wa idha wa'ada akhlafa. Thot kur fol ai vetëm se gënjen, kur i besohet diçka vetëm se tradhton, edhe kur i premtohet diçka vetëm se e ndryshon ato edhe nuk e bën premtimin. Këto janë tri cilësitë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend hadith. Po se ka në transmetim tjetër se ai i cili ka tri cilësi është munafik wa insana wa salla wa zama annahu muslim. Edhe nëse fal namaz, edhe nëse agjeron Ramazan, edhe nëse e shpreh se ai është prej atyre muslimanëve. Wa fi sahihayn an Abdullah bin Amr bin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Të transmetohet në të dy sahihet edhe në Buhari dhe Muslim se ka ardhur hadithi pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush i ka katër cilësi, ai vetëm se është prej munafikave të pastër, ai i cili kur fol rën, ai i cili kur i besohet diçka vetëm se tradhton, ai i cili kur premton nuk e mban premtimin, edhe ai i cili kur je duke debatuar me to vetëm se shpërthen me një herë. Kur je duke debatuar me to, ndoshta ti vetëm një këshill të lehtë që fjalë thon atina. Sot është bo shtirë edhe me i thonë dikujt për musliman ki frikë Allahun, me një ka me të zhujnë ftyrë reja, diçka i të ditë me më thonë muë. Dërsa ka pas për i sahabe, se ka anë transmetime se kur i kanë thonë ki frikë Allahun subhanahu wa taala, është ndarë edhe është vetëm në xhami, edhe ka filluar me vëdridh veten e vet edhe me çaj për veten e vet, se si ndoshta ai ju ka larguar zemrën e tij prej imanit, edhe nuk është e pas frikë Allahun subhanahu wa taala. Dorsa sot për muslimanëve me i thon ki frikë Allahun, e me për ofendim, dorsa kjo është këshilla më e mirë që mund me ta dhon dikush prej muslimanëve. Me thon dikush prej muslimanëve ki frikë Allahun subhanahu wa taala, është këshilla më e mirë që mund me ta dhon sot dikush, sepse është të kujtuar diçka e cila ta afron ty te Allahu subhanahu wa taala, është duke të kujtuar ty diçka e cila të bën më afër edhe më nga veprat të cilat çojnë robën në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, Allahu na bëf prej tina. Prandaj men mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddithu nafsuhu bi ghazl wa mata ala shu'batin min an-nifaq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër, përveç që i përmend këto katër cilësi, në hadithin tjetër thot ai i cili vdes edhe asnjëherë edhe nuk ka bëu asnjëherë diçka lutje ndaj Allahut, lutje për Allahun subhanahu wa taala, ose nuk i ka fol ndonjëherë vetes tina në rrugë për me luftuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ai vetëm se ka vdek duke pasur një cilësi, duke pasur një deg të nifakut, Allahu na ruaj nga kjo. Prandaj prej veprave ose prej cilësive që e bojnë robi me pasën nifak në veprat e tina, nifak me është e ka përmend të cilën e ka përmend Ibn Rajab, thotë usul hadha nifak tarja ila khisal al-madhkurati fi hadha al-ahdab. Thotë veprat cilësitë e atina i cili ka nifak në veprat e tina është kthehet tek hadithi që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilin e përmend edhe më parë, ai i cili kur flet gënjen, kur i premtohet diçka tradhton, ose kur i beson diçka tradhton, ose kur premton vetëm se thyen premtimin, apo kur debaton me to ai vetëm se shpërthen. E para është në hadithu bi hadithin limen yusaddiqu wa huwa kadhib lahu. Do të ajo cila do të pasën besimtarët më shumë të kujdesur se për këtij lloji munafikave, të cilët kanë një fakt vogël por se i kin mesin ton, edhe ti rrënj ndoshta çdo ditë me ta. Edhe ai i cili ka bërë i cili ka cilësi të munafikave, kur fol rën, jo që ai vetëm se masi e ka thon fjalën masanina ka filluar me rë, por sa ai duke ta thon ty atë fjalë, duke të premtuar ty diçka, ai vetëm se e ditë që pi zemrës tina është të tërë tyje. Vetëm se ai pi zemrës tina është të tërë tyje. Ose ai i cili i ke besuar ti diçka dhe masanina ka tradhtuar. Kjo nuk është për cilësia të munafikave, por se cilësia e munafikit është ai i cili ti vetëm se i ke besuar diçka, ai e ka ditë. Aty për atë automatikisht e ka ditë se ky çet premtim, çdo që ai ke besuar ki nuk e man. Ky tradhton më një herë. Ose një premtim një amanet që ja ke lënë ti atina për me ta krye, edhe ndoshta ka ndodhur që rrugës ai më thy nëse mos më kry këtë amanet. Kjo është një lloj i nifakut halom më vogël se kjo, por se me hyn këtë hadith në hadithin të cilin ka thënë pejgamberi alayhis salam, ose kur ti ja ke besu ato, ai ka ditë atë se ky nuk ta kryen këto.
Ai ka ditë aty që ky vetëm se ka me trajtuar për to, edhe nuk ka me çu premtimin, në vend. Prandaj nifaqul i'tiqadi wa nifaqul amal. Për nifaqun fi i'tiqad thotë përmend Ibn Qayyim thotë se nifaku është dy lloje. Nifaku besim, i cili është për nifakut të madh, të cilin e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, edhe nifakun vepra, i cili hyn në nifakun e vogël. Nifaku i madh, siç e përmendëm, është ai i cili e shpreh që është për atyre të cilët e adhuron Allahu subhanahu wa taala, por se në zemra e msheh kufrin e tij. Ndërsa nifaku vepër është ai i cili e përmendur në hadithe të cilat kanë ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë dy llojet e nifakut të cilat e kena përgjithësi përmend. Nifaku i madh edhe nifaku i vogël. Dorsa lutim Allahu subhanahu wa taala që herën tjetër, dersin tjetër, javën tjetër, me përmend edhe me fol rreth temës e cila është nifaku në gjinohe, edhe nifaku në afet Allahu subhanahu wa taala i bojë në edhe në fshehtësi, e cila është për nifaku ndoshta më të rrezikshëm, e cila e rrezikon edhe besimin ton. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët janë të sinqertë në fenë e tina, e lutim Allahu subhanahu wa taala që më na bëj neve të sinqertë edhe më na rrethu me njerëz të sinqertë, e lutim Allahu subhanahu wa taala që më largoj gjithë fitë të nifakut prej zemrave tona, edhe me largush çdo munafik prej rrethit ton, e lutim Allahu subhanahu wa taala që me i pasur thofat tona dhe me i mbush thofat tona me besimtarët e cilët e duan vërtet Allahu subhanahu wa taala dhe e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.